Pas ditë ndërprerjesh dhe pasigurie për mira subjekte ekonomike, sistemi self-care i përdorur gjerësisht nga bizneset për shërbimet e fiskalizimit ka rifilluar sërish funksionimin. Burime pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit konfirmuan se platforma është vënë sërish në punë, mbas një serie problemesh teknike, të cilat kishin paralizuar aktivitetin e shumë bizneseve. Sipas raportimeve nga vetë subjektet, sistemi nisi të reagonte qenorët e pasdites së djeshme, megjithëse në mënyrë të fragmentuar dhe jo të qëndrueshme. Edhe gjatë ditës së sotme, self-care rezulton funksional, por ekspertët e ekonomisë dhe përdoruesit e tij theksojnë se shpejtësia e përpunimit mbetet shumë e ulët, duke bërë procesin të lodhshëm dhe larg standardeve të nevojshme për një sistem kritik kombëtar. Megjithatë, pas javësh bllokimi total, funksionimi qoftë edhe i ngadalt konsiderohet një hap përpara. Probleme teknike kishin sjellë pasoja të drejtpërdrejta në veprimtarinë e bizneseve, të cilat për javë me radhë u përballën me pamundësinë për të kryer veprime bazë fiskale. Sistemi self-care, i cili administrohet përmes platformës e-Albania, është një hallk kyçe në zinxhirin e fiskalizimit dhe çdo ndërprerje e tij reflektohet menjëherë në aktivitetin ekonomik, duke shkaktuar vonesa, kosto shtesë dhe rrezik për penalitete. Shqetësimi i bizneseve u formalizua edhe në nivel institucional. 2 ditë më parë, Aleanca e Profesionistëve të Lirë, e cila përfaqëson profesionistë nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë shqiptare, ishte drejtuar me një shkresë zyrtare drejtorisë së përgjithshme të tatimeve dhe akshit, duke denoncuar problematikat e përsëritura në sistemin e fiskalizimit. Sipas Aleancës së Profesionistëve, këto dështime teknike po shkaktojnë bllokime serioze në aktivitetin ekonomik dhe porisin ndjeshëm rrezikun e gjobave dhe penaliteteve për bizneset, për arsye që nuk lidhen me mosrespektimin e ligjit nga ana e tyre. Në të njëjtën linjë reagimi është shprehur edhe Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë, e cila ka kërkuar hartimin e një plani emergjence nga institucionet përgjegjëse, si dhe shtyrjen e afateve për dorëzimin e bilanceve vjetore. Sipas shoqatës, procesi i rakordimit të dhënave është kthyer në një pengesë madhore. Shifrat e shitjeve dhe blerjeve që raportohen nga softwarët e bizneseve nuk përputhen me të dhënat e përpunuara nga serverët e administratës tatimore. Kjo gjë, sipas profesionistëve, e bën praktikisht të pamundur hartimin korrekt të pasqyrave financiare, duke shndërruar procesin në një ushtrim hamencimi. Në kushtet kur fiskalizimi është një proces i detyrueshëm dhe i centralizuar, bizneset kërkojnë jo vetëm zgjidhje teknike, por edhe garanci institucionale që situata të ngjashme të mos përsëriten më, duke rrezikuar stabilitetin e aktivitetit të tyre dhe besimin te infrastruktura digjitale shtetërore.